Evisa Lushi është e treta grua në historinë e prefekturës së Qarkut të Vlorës që do të drejtojë një prej institucioneve më të rëndësishme të shtetit në Vlorë. Nga kjo ënë, Lushi do të jetë prefekti i re i Qarkut. Prezantimi është bërë nga zëvendës ministri i Brendshëm Julian Hodaj, ndërsa i pranishëm edhe këshilltari ministres të Brendshme Flamur Mamaj. Në takime dhe drejtues të institucioneve të tjera të shtetit në Vlorë, por edhe të pushtetit vendor. Numri 2 Ministrisë së Brendshme Julian Hodaj tha se roli i prefektit është të garantojë qytetarët, por edhe të menaxhojë emergjencat, ndërsa vendosi theksin tek situata e zjarreve. Vlerësojmë shumë edhe rolin që ka prefekti në të paktën 2 drejtime kryesore, do thosha. Atë të garantit të drejtave të qytetarëve në raport me pushtetin vendor, kur bën kontrollin e ligjshmërisë së akteve, apo në raport edhe me aktivitetin e institucioneve qendrore që kanë deg territoriale në raport kur bëhet fjalë gjithmonë për drejtat dhe shërbimet që i jepen qytetarëve. I dyti është roli koordinues. Besoj gjithë stafi këtu e di në sa task forca e prefektit është i impenjuar dhe sa udhëheq prej tyre dhe mundohet të koordinojë gjithë përpjekjen institucionale, vendore apo qendrore në qarkun e Vlorës. Dhe është një punë që kërkon shumë orë, kërkon shumë dedikim, kërkon shumë sakrificë. Gjithë jemi të ndërgjegjshëm se sa edhe gjua shkon gjithmonë aty ku dhëm dhëmbi dhe jemi të ndërgjegjshëm sa i vështirë është situata këtë verë për sa i përket qarkut të Vlorës edhe në raport me zjarret, që është një situatë që po ta kemi parasysh në dekadën e fundit, në vit për vit e kemi pasur shumë të vështirë dhe besojmë që duhet të impenjohemi seriozisht që viti tjetër të mos na gjej pa përgatitur për të koordinuar edhe gjithë sforcat e institucioneve dhe të marrë gjithë kontributin më të mirë nga të gjithë atyre. Prefekti i re i Qarkut të Vlorës Evisa Lushi tha se emërimi në këtë detyrë është një sfidë dhe një përgjegjësi e madhe për të. Lushi falenderoi të gjithë ata që i besuan dhe bashkëpunëtorët prej vitesh, ndërsa theksoi se do të jetë përkrah drejtuesve të institucioneve për të bërë maksimumin për shërbimin ndaj qytetarëve. Emërimi në detyrën e prefektit të Qarkut të Vlorës është një sfidë dhe një përgjegjësi e madhe për mua. Nuk do të jetë e lehtë, por jo e pamundur. Me dashurinë për Vlorën, respektin ndaj ligjit dhe mirësinë e gjithë atyre që më kanë mbështetur në këtë rrugtim, është e sigurt që do t'ja dal. Dua të falenderoj prefektin zotin Platon Esturi për kontributin që ka dhënë përgjatë gjithë kësaj periudhe në krye të institucionit të prefektit të Qarkut të Vlorës. Dua të falenderoj njëkohësisht edhe të gjithë ju përfaqësuesit, gazetarët e përfaqësuesit e mediave, të cilët më keni mbështetur në rrugëtimin tim politik edhe atë akademik. Dua të falenderoj të gjithë ju drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe vendore që jeni këtu sot dhe besoj në bashkëpunimin maksimal me të gjithë ju në vimësi, në mënyrë që të vendosim në zbatim programin e qeverisë shqiptare, si dhe për të menaxhuar dhe për të vënë në shërbim të gjithë qytetarëve projektet madhore të cilat janë kryer në të gjithë qarkun e Vlorës. Faleminderit të gjithëve dhe sigurisht të gjithë së bashku të punojmë për Vlorën tonë të bukur. Me eksperiencë të gjatë në politikë dhe jetën akademike, Evisa Lushi tashmë do të jetë prefekti i re i Qarkut të Vlorës. Lushi ka mbajtur detyra të rëndësishme në Partinë Socialiste, ka qenë kryetare e Këshillit Bashkiak për disa mandate, antare e Këshillit Bashkiak, ndërsa në zgjedhjet e përgjithshme të këtij viti ishte kandidate për deputete në listën e hapur. Evisa Lushi është gruaja e tretë prefekte në Vlorë, ndërsa më parë këtë detyrë e kanë mbajtur Dorote Ekonomi dhe Etiona Hoxha.